me ullë shikimin. Mos me shiku, ku s'ta ka me shiku. Ullë shikimin. Nga se është përgjithësi shikimit. Allahu ta mundësej me pa, po sillu përgjithshëm me ku po shikan, çfarë po shikan. Mos i bezdis njerëz në rrugë, është përgjithësi. Pastaj edhe njëra dalës në rrugë. Të ndërua Lazar, është shqetësuese, sinqerisht. Është shqetësuese mënyra e motrave tona, e vajzave tona, e bijeve tona, se si dalën në për rrugë të tyne. A është kjo dalje përgjithshme? Që realisht nuk mund të thuash se është e veshur, por as nuk mund të thuash se është e zhveshur. Çka thuash për të? Si e përshkruan hallin e saj? A thua vallë, në momentin kur e del e zbulon tëra që Allahu xhallahu nuk don të zbulohet. Në forma të ndryshme. Dhe ku fundi i një arritja është ekspozimi disa bukurive të përkashme. Çka i thot Allah te bareku teala? Ja ka mundsu Allahu xhallahu ala të ketë pamje të mirë, të ketë shëndet, të jetë kompletuar si njeri. Dhe a është sjellja e përgjithshme shkelja e kufive të Allahut dhe dalja në mënyra të tilla? Padyshim se është e papërgjithshme. Është e papërgjithshme. Prandaj i bëjmë apel edhe motrave tona, edhe bijave tona, që të sillen me përgjegjësi kur dalin në rrugë, në veshjen e tyre, në sjelljen e tyre, në esën e tyre. Nga se edhe kjo është pjesë e përgjegjësisë, që duhet me ditë se ti më dhon për këtë llogari.